Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës së Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Unë duhet ju falenderoj që jeni me mua sot. Një prej gjërave për të cilat ne flasim shumë në ditët e sotme është paqja. Të gjithë duan paqe. Ndërkombëtarisht, njerëzit duan paqen në familjet e tyre, ata duan paqe në zemrat e tyre, por ne, si të krishterë, si mund të kemi paqe në zemrat tona? Dhe nuk e kam fjalën për kontrollin e panikut, unë e kam fjalën për një paqe të vërtet dhe të sinqertë dhe origjinale në zemrën tonë. Nga fillon kjo paqe? Ne nuk mund të kemi paqe pa Jezusin, apo jo, sepse unë mendoj se ka lidhje me shqetësimin e botës sonë për frikën nga vdekja. Dhe ajo që Krishti na premton është se kjo është vetëm një copës e vogël e së përjetshmes dhe së mrekullueshmes që ai na ka dhënë. Ka ende shumë besimtarë që besojnë te parajsa dhe sërish nuk kanë paqe. Dhe unë mendoj se një pjesë e madhe e kësaj është se ne besojmë den e botës që unë duhet vazhdimisht të bëj gjëra për të marrë maksimumin nga kjo jetë shumë e shkurtër. Dhe besimtarët bien në këtë rutinë edhe pse nuk e besojnë këtë. Prandaj ne duhet që të mos i mbushim për plot planifikimet që bëjmë. Ne duhet të mos nxitojmë kaq shumë, ne duhet që të lidhemi shumë me miq dhe familjen tonë, të jemi bujar dhe të shërbejmë. Mendoj se kur ndodh kjo në këtë çast paqja e qiellit vjen në zemrën tonë. Ne të gjithë mund të kemi paqe kur gjërat shkojnë mirë. Po. Dhe më duket se nuk ka shumë konflikte në jetën dhe në komunitetin ton, por David të kam vëzhguar me kujdes, ndërsa lufton në gjykat që të mos të duhet të paguash për diçka në të cilën ne nuk besojmë. I kam parë dhe gjërat që kanë shkruar për ty dhe gjërat që kanë thënë për ty. Më thuaj si ka qenë kjo për ty? E di, kur ne zbuluam në fillim se mund të humbisim biznesin ton, sepse e dinim që nuk do të paguanim për receta që do të merrin jetë njerëzish, gjoba do të ishte $1.3 milion në ditë nëse nuk e siguronim këtë, për shkak të numrit të punonjësve që kishim. Më duhet ta pranoj se nuk kam fjetur për disa net. Unë dhe Barbara më në fund erdhëm në pikën ku tham, kemi vetëm një rrugë, të drejtën ose të gabuarën. Ne ishim 100% të bindur se morëm vendimin e drejtë. Pra në fakt paqja është e lidhur me të vërtetën, apo jo? Po, ashtu është. Dhe kur ne e dim të vërtetën dhe ju e dini, Perëndia na e siguron këtë paqe në zemrën tonë. Mendoj se një pjesë e kësaj ka të bëjë që të mos e bombardojmë veten me lajme. Nëse do të bombardohemi me lajme, nuk do të kemi paqe. Dhe e dini, ne kemi të drejtën që t'i fikim lajmet, pa diskutim. E dini, e kam bërë këtë kohë të fundit. Mora 6 javë pushim në janar. Agjërove për lajmet. Unë ndjeva shumë i raskapitur dhe mendova, po do të marr një sabat nga lajmet. Dhe mund t'ju them që është interesante që ungjilli nuk kupton lajmin e mirë. Është mirë të përqendrohesh te disa lajme të mira, në vend që të përqendrohesh në lajme të këqija. Dhe 6 javë më vonë ndezë sërish dhe i gjete në të njëjtin vend ku i kishte që nuk ishte ndryshuar, e di. Njësoj edhe me mediat sociale është e lehtë shikosh këto edhe të ndihesh pak kënaqur, të ndihesh sikur nuk e paqe në disa fusha. Pasazhi ku shkoj gjithmonë është tek Filipianët 4, që në rastet kur jam duke përballur me rrethanat, kur më duket se gjithçka po çmendet rreth meje, jo vetëm që paraqes kërkesat e mia Perëndis, por përpiqem ta bëj këtë me falënderim. Prandaj ndonjëherë kur ndjek lajme dhe shoh diçka që përpiqet të mbjell paqen, unë ja paraqes kërkesën time Perëndis. Lutem për situatën, por kur mendoj për rrethanat, gjej diçka për cilën t'jem mirënjohëse. Është si një lloj paqe e menjëhershme që më pushton atë çast. Bibla është shumë e qartë që paqja është një dhuratë nga Zoti. Bibla na thotë që të mos lejojmë që zemra jonë të tronditet dhe që të mos shqetësohemi për asgjë, por për çdo gjë t'ja paraqesim kërkesat tona Perëndis me lutje dhe përgjërim. Amen. Ndërsa ula me miqtë e mi dhe reflektuam mbi ato që tham, edhe njëherë u kujtova se paqja është një vendim. Një vendim që transformon jetën e njeriut. Dhe në minutat në vazhdim, do të ndaj me ju se si një jetë me paqe është e nevojshme për të jetuar një jetë përtejsë mahnitshmes. Princi i paqes është vetëm njëri nga 250 emrat që jepen Zotit Jezus në dhjatën e re. Kur ai u shfaq për herë të parë mbi këtë tokë në një grazh në Betlehem, engjëjt e shpallën ardhjen e tij, siç e mbani mend me këto fjalë: Lavdi Perëndis në vendet më të larta dhe paqe mbi tokë njerëzve, mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij. Bota në të cilën lindi Jezus i kishte një ide shumë të ndryshme mbi paqen. Fjala në anglisht paqe ka origjinën nga një fjalë vjetër franceze që ka kuptimin të ripajtohesh ose të biesh dakord me ose të kesh mungesë armiqësie.
Por fjala hebreike, shalom, ka një kuptim shumë më të pasur. Kjo është e vetmja fjalë hebreisht që di ta them me zë të lartë. Do doni të kishit dëshirën që të flisnit hebreisht në këtë takim? Le ta themi së bashku me zë të lartë fjalën shalom. Shalom. Kjo fjalë gjendet 355 herë në Dhjetën e Vjetër dhe kuptimi i saj themelor është të jesh i plot, i sigurt dhe shëndosh. Shalom përcakton një gjendje në të cilën jeta mund të jetohet në mënyrën më të mirë. Po të shohim fjalën shalom në Dhjetën e Vjetër, kuptojmë se ajo kur nuk i referohet paqes së brendshme psikologjike ose emocionale. Shalom është gjendja ku çdo gjë është në vendin e vet. Tregon mirëqenien e plotë të një njeriu apo të një komuniteti, është një nga dëshirat më të thella të zemrës së njeriu. Thuajeni sërish: Shalom. Jezusi është ai që e përmbush dëshirën më të thellë të zemrës sonë për paqe. Por nëse tregojmë të sinqert, ne mund të dekurajohemi me lehtësi kur shohim se sa pak paqe ka në botën dhe zemrat tona. Ne kryesisht dëshirojmë për paqe ndërkombëtare, por Jezusit, besoj unë, i intereson më shumë paqja individuale, paqja e brendshme. Po, bota duhet ketë paqe, por sa për ju shedin se nëse paqja vjen në zemrat tona, shumë shpejt do të vijë edhe në kulturën tonë. Prandaj duhet ta filloni aty ku duhet filloni, që është rëndësia e paqes individuale. Pra kemi 3 mënyra kryesore përmes të cilave ne ndikohemi nga kjo paqe që sjell Perëndia. Më lejoni t'ju shpjegoj ndërsa vazhdojmë dhe do t'i ndajmë së bashku. Së pari, Biblia na thot se unë dhe ju mund të kemi paqe me Perëndin. Në nënvizojni fjalën me. Romakëve 5:1 thot kështu: të shfaqsuar pra me anë të besimit kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezus Krishtit Zotit ton. Paqja në këtë pasazh nënkupton fundin e armiqësisë, jo qetësinë e mendjes. Nuk është se ne ndaluam se qeni armiqësor me Perëndin, por Perëndia ndaloi se qeni me të drejtë armiqësor ndaj nesh. A e dini që Biblia na thot se për shkak të mëkatit ton, Perëndia duhet të jetë armiqësor me ne? Isaia 59:2 thot: paudhësitë tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe Perëndisë suaj. Kjo paqe që sjell Jezusi e ndryshon imazhin e Perëndisë, nga ai me dorën e bërë grusht me një çekan, tek ai që zgjat dorën si një mik. Zemrimi i Perëndisë ndaj nesh për shkak të mëkatit ton zhduket. Ndarja jon prej tij ka përcehet plotësisht. Perëndia na birson në familjen e tij dhe që nga i çast vepra e tij ndaj nesh është për mirë. Ai nuk do të jetë kurrë kundër nesh, ai bëhet ati ynë dhe miku ynë dhe ne nuk do të kemi pse të kemi më frikë. Duke komentuar për këtë paqe me Perëndin, Ray Stedman shkruan: zemrat tona janë në paqe, është qetësi, guxim. Për të përdorur një term modern, dhe mendoj që është më i saktë, për shkak të Perëndisë dhe paqes së tij, ne tani kemi moral të mirë. Morali ynë është i lartë. Ne jemi gati për çdo gjë. Asnjë terren nuk është tepër i vështirë për Krishtin dhe ne kemi Krishtin, prandaj ne kemi moral të mirë. Dhe ndërsa shohim sot njëri tjetrin dhe shohim në kulturën tonë, a nuk ju duket se kjo është ajo që na mungon? Ne kemi humbur moralin e mirë. Morali ynë i mirë është dobësuar. Dhe ne e harrojmë se kjo paqe e brendshme që ne kërkojmë, nuk gjendet në rrethanat ku ne ndodhemi. Nëse të gjitha luftrat që luftojmë do të fitoheshin dhe ne do të qëndronim në majt me duart e ngritura lart në fitore, ne sërish nuk do të kishim paqe në zemrat tona, nëse nuk do të kishim paqe me Perëndin. Dhe paqja me Perëndin u soll tek ne kur Jezus Krishti zbriti nga qielli dhe shkoi në kryq si Perëndia njeri dhe u var aty mes qiellit dhe tokës, duke paguar çmimin për mëkatin ton që na kishte ndarë prej Perëndisë. Jezusi pagoi çmimin për gjithçka, ai mori mbi vete e gjithçka. Dhe kur ne vendosëm besimin tek ai, ne jemi të falur dhe ai mëkat fshihet plotësisht. Dhe pastaj ne mund të kemi një marrëdhënie me Perëndin. Më pas ne mund të themi të shfaqsuar pra me anë të besimit, kemi paqe me Perëndin. Ju duhet ta nisni që këtu përpara se të njihni llojet e tjera të paqes për cilat do të flasim sot këtu. Prandaj më duhet ju them se nëse nuk keni bërë paqe me Perëndin, nuk është e vështirë ta bëni, por do të thotë që ju duhet merrni një vendim. Duhet vendosni që të zgjidhni problemin e mëkatit tuaj në kryq.
Dorëzojani të gjitha Jezusit dhe kërkojeni atij që t'ju falë. Dhe kur e bëni këtë dhe ftoni të vit jetojë në zemrën tuaj, krijohet menjëherë një marrëdhënie me Perëndin, Atin tuaj. Prandaj është e mundur që ashtu siç thot Zoti Perëndi, t'i afrohemi me guxim fronit të hirit për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Wow! Sigurisht, ne nuk kemi vetëm paqe me Perëndin, por kemi dhe paqe nga Perëndia. Te Gjoni 14:27, Jezusi i thot: "Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time, unë po ju jap, po jo si e bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft." Jezusi i tha këto fjalë të veçanta në prag të ekzekutimit të tij të dhunshëm. Ishte në kontekstin e një situate të stuhishme, të vështirë dhe të pabesueshme në jetën e tij. Gjithkush mund të ketë paqe kur gjërat shkojnë mirë, kur gjithçka shkon mirë në shtëpi, kur shëndeti fizik është në kulmin e tij, kur problemet tuaja financiare nuk janë aq të mëdha dhe kur fëmijët tuaj përgjithsisht sillen mirë. Mund të jeni në paqe kur çdo gjë shkon mirë. Dhe nuk është merita jon kur kemi paqe në këto rrethana, sepse bota e ka këtë lloj paqeje. Por kur ne mund të kemi paqe në mes të kohërave të vështira, kjo është dëshmi e paqes nga Perëndia. Dhe kjo paqe nuk është thjesht një tension i heshtur. Disa njerëz mendojnë se tensioni i heshtur është paqe, por ai është vetëm ankth i ndrydhur. Shumë shpesh ne mendojmë se jemi duke besuar, kur thjesht e kontrollojmë panikun ton. Paqja e vërtet nuk është thjesht një qetësi e jashtme. Paqja e vërtet është një zemër e qetë. Kemi një çast të mrekullueshëm që Gjoni na regjistron në Ungjillin e tij. Jezusi është në një dhomë kur u shfaqet për herë të parë pas ringjalljes dishepujve të tij që ishin mbledhur. Pastaj në mbrëmje të asaj dite, dita e parë e javës, ndërsa dyert e vendit ku qenë mbledhur dishepujt ishin të mbyllura nga frika e judenjve, erdhi Jezusi dhe u prezantua në mes tyre dhe u tha atyre: "Paqja me ju." Dhe ajo që bëri më pas na e ilustron në mënyrë të përsosur atë për cilën po flasim në këto vargje të fundit. Sepse vargu tjetër te Gjoni kapitulli 20 thot kështu: "Dhe si i tha këto, u tregoi atyre duart e veta dhe brinjen." Ai po u tregonte atyre duart dhe brinjen e tij, qartësisht me qëllimin për t'ju identifikuar atyre veten. Por unë besoj se ai gjithashtu po u thoshte: "Këto plag janë arsyeja pse unë mund t'ju them: paqja me ju." Vdekja e tij në kryq ja bëri të mundur atij që të na ofronte neve paqen që e kërkojmë me aq dëshpërim. Por ja se cili është lajmi i mirë, nuk kemi vetëm paqe me Perëndin dhe paqe nga Perëndia, por kemi dhe paqen e Perëndis. Është më e mira nga të gjitha. Për këtë lexojmë te Filipianëve kapitulli 4. Ja se çfarë u shkruan Pali besimtarëve filipian: "Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim." Tani dëgjoni këtë: "Dhe paqja e Perëndis, që ja te i kalon çdo zgjuarësie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus." Kur apostulli i shkroi këto fjalë, ai ishte i burgosur në Rom. Në atë biruc të ftohtë dhe pa drita, Pali u mbështet te paqja e Perëndis për të vazhduar përpara. Ai foli për një qetësi të brendshme, një kthjellësi të shpirtit, një paqe të brendshme të lidhur nga besimi në Perëndin. Tani pyes veten, ashtu siç ju pyes të gjithëve sot, a e shijojmë ne këtë lloj paqeje? A mund të kemi një lloj qetësie të brendshme? A e kemi atë siguri të qetë që është e po që na thot gjithçka shkon mirë edhe pse rrethanat e jashtme të botës të diktojnë kaos? Ja një provë mirë. A mund të flëm natën? Psalmi 4:8 thot: "Në paqe do të bie dhe në paqe do të fle, sepse ti vetëm, o Zot, më mban në siguri." Pavarësisht se çfarë ndodh gjatë ditës, pavarësisht problemeve që keni në jetë, pavarësisht se çfarë irritimesh mund keni në punë, pavarësisht çfarë po ndodh në shkollë apo me anëtarët e tjerë të familjes, a mundemi që në fund të ditës, por madje edhe në mes të ditës, të dimë se edhe pse gjithçka përreth duket se po shkon në çmenduri, e kemi atë qetësi në qendër të jetës sonë që na bën të ecim në drejtimin e duhur. Paqja e Perëndis, sipas Palit, vepron si një rojtar ose si një ushtar që marshon para dhe pas përpara derës së zemrës suaj për t'ju dhënë siguri. Ideja këtu është që zemra dhe mendja jon janë gjithmonë duke u sulmuar.
faji, shqetësimet, kërcënimet, përshtyellimet, pasiguritë, të gjitha këto e kërcënojnë paqen tonë dhe Pali na thotë se Perëndia do që t'i ruaj zemrat dhe mendjet tona, dhe ai ruan zemrat tona me paqen e tij, kur ne ja përkushtojmë veten atij. Më pëlqen ky përfytyrim i zemrës sime dhe ushtarit të Perëndis, që marshon para dhe pas derës së saj, për t'i mbajtur jashtë gjërat e këqija, që mund të futen dhe të shkatrojnë paqen time. Ndërsa hedhim shikimin te mrekullia e paqes së Perëndis, dua t'ju inkurajoj që ta kultivoni këtë paqe në jetën tuaj. Dhe ka 4 rrugë kryesore në të cilat udhton paqja e Perëndis: fryma e Perëndis, biri i Perëndis, fjala e Perëndis dhe lutja. Dua që të them disa fjalë për secilin prej tyre. Së pari, paqja dhe fryma e Perëndis. A e dini që kur Jezusi po i mësonte dishepujt e tij dhe po u thoshte atyre se do t'i duhej të kthehej në qiell, ai po u thoshte atyre që ishte diçka e mirë që ai do të kthehej në qiell, sepse kur ai të kthehej në qiell, ai do dërgonte në këtë tokë frymën e shenjtë që të zinte vendin e tij. Mund thoni, po si mund të jetë më mirë fryma e shenjtë se sa biri i Perëndis? Në një mënyrë. Kur Jezus Krishti ishte në këtë tokë, ai e kufizoi veten brenda trupit të tij njerëzor. Dhe në këtë mënyrë, kur Jezus ishte në këtë tokë, mund të ishte aty ku ishte, vetëm ku ishte personalisht. Dhe siç e dini nga historia në Bibël, Jezusi nuk u largua kurrë nga toka e Izraelit. Por ai tha, kur unë të kthehem në qiell, do t'ju dërgoj frymën time të shenjtë, ai nuk do të jetë më i kufizuar. Fryma e shenjtë do të vitë jetojë brenda zemrës së çdo personi që do të vendos besimin e tij tek unë. Prandaj, përmes frymës së shenjtë, unë do të jem i arritshëm për ju kudo që të shkoni, çfarëdo që të bëni dhe çfarëdo që ju ndodh. Biblia në mëson se kur ne pranojmë Jezus Krishtin si shpëtimtarin personal, fryma e shenjtë vjen për të banuar në zemrat tona dhe bëhet shpëtimtari ynë i përhershëm dhe i përjetshëm. Te Gjoni 16:33, Jezusi e përfundon fjalimin e tij drejtuar dishepujve për rikthimin e tij në qiell dhe thot: "Ju a kam thënë këto gjëra që ta keni paqen në mua." Frytet e frymës janë dashuria, gëzimi dhe paqja. Kur ju keni frymën e shenjtë në zemrën tuaj, ju keni mundësinë që të keni paqe në jetë. Dhe Biblia thotë se kjo paqe është rezultati i pashmangshëm i frymës së shenjtë që kontrollon jetën tuaj. Prandaj si mund ta kuptoj që jam i kontrolluar nga fryma e shenjtë e Perëndis? Nga qetësia që është brenda meje, kur përreth meje ka trazira. Si mund ta di që fryma e shenjtë po punon në paqe në jetën time, kur kaloj disa çaste, kur gjithçka përreth duket se po shpërbëhet dhe më krijohet një lloj ndjesie në zemrën time? Unë do të jem mirë. Perëndia është me mua. Unë do t'ja dal. Këtë na thot Perëndia se do të na jap përmes frymës së tij. Dhe pastaj kemi paqen e birit Perëndis. Kur Jezusi po i përgatiste dishepujt për largimin e tij, ai inkurajoi ata me këto fjalë. Ai u tha: "Zemra juaj mos u trondit, besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Unë po ju jap, po jo si e jep bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft." Vetëm disa vargje më pas, Jezusi e shpjegoi premtimin e tij të mëparshëm. Ai tha: "Ju a kam thënë këto gjëra që ta keni paqen në mua. Tani do të tregohemi sinqert me ju," u tha ai. "Në botë do të keni mundime, por merrni zemër, unë e munda botën." Më pëlqen kjo pyetje që është fshehur në librin e Jobit. Nuk e kisha kuptuar kurrë që ishte aty. E kam lexuar librin e Jobit shumë herë, por kjo më kishte shpëtuar. Por ja vlen që ta shkruajmë. Jobi 34:29. Kur Perëndia jep qetësinë, kush do ta dënojë? A nuk është një varg i mrekullueshëm? Nëse ai, dhe është e qartë që po flitet për Perëndin, nëse ai sjell qetësinë tek ne, këtu, kush do ta dënojë? Ja cila është lutja ime për të gjithë ne, e marr nga lutja që Pali bëri për miqtë e tij në Selanik. Ja se si u lut ai. Dhe vet Zoti i paqes ju dhënë vazhdimisht paqe në çdo mënyrë. Kjo është lutja ime. Dhe kemi paqe në fjalën e Perëndis. Unë kam për të dëgjuar atë që Perëndia Zoti ka për të thënë. Me siguri ai do t'i flas për paqe popullit të tij dhe shenjtorëve të tij. Unë kam për të dëgjuar atë që Perëndia Zoti ka për të thënë. Sepse kur unë e dëgjoj atë, ai do të flas për paqe. A e dini që Biblia është çelësi që të keni paqe? Kur jam duke kaluar periudha të vështira dhe nuk e di se çfarë të bëj, përpiqem të gjej një mënyrë për të kaluar më shumë kohë në shkrim. Jo për të përgatitur ndonjë predikim, por për ndihmën dhe inkurajimin tim. Dhe her pas here, miq, ju duhet i mësoni përmendesh disa vargje nga ky libër, sepse ato veprojnë si agent antiterrori në jetën tuaj.
Dhe kur ndodhin gjëra të këqija dhe ju pushton terrori, e dini që diku është një varg tek i cili të kapeni fort dhe ta përdorni atë si një armë kundër ankthit tuaj. Dhe në fund, kemi paqen në lutje. Dëgjoni se çfarë u thot Pali Filipianëve në kapitullin 4, mos u shqetësoni për asgjë. Dëgjoni pak këtë. Në ankth do thot i shqetësuar. A e dini që një version i vjetër i Biblës për këtë varg thot jini të shkujdesur për çdo gjë? Gjithmonë kam menduar se ky ishte një tekst prove për adoleshentët. Jini të shkujdesur për çdo gjë. Por kuptova që fjala shkujdesur është e kundërta e ankthit. Mos u shqetësoni për asgjë, thot shkrimi, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Tani po ju tregoj se si e perceptoj këtë në mendjen time. Në thelb Pali po thot se jeta e krishterë është e përbërë nga 3 rrath. Së pari kemi rrethin e shqetësimit apo rrethin e ankthit. Dhe nëse lexoni tekstin çfarë futet në këtë rreth, mos u shqetësoni për asgjë. Pastaj kemi rrethin e lutjes. Dhe për çfarë duhet të lutemi? Çfarë futet në rrethin e lutjes? Çdo gjë. Dhe pastaj kemi rrethin e falënderimit. Dhe çfarë futet në këtë rreth? Çdo gjë që Perëndia bën për ju. Gjithmonë jeni falënderues. Në vet aktin e të qenit falënderues për atë që Perëndia ka bërë për ju, ai fillon të shpërbëj ankthin që po përpiqet të lëndojë zemrën tuaj. Pra me fjalë të tjera, nuk duhet të shqetësohemi për asgjë, të lutemi për çdo gjë dhe të jemi falënderues për gjithçka. Dhe kjo është ajo lloj paqeje që kurrë nuk dështon të prodhojë atë qendër qetësie në zemrën tuaj. Para disa vitesh, mu dha mundësia që të flisja në konferencën pastorale Moody në Chicago. Fola aty gjatë një të mërkure në mbrëmje dhe ditën tjetër duhet kthehesha në shtëpi. Në atë konferencë ishin 1000 pastor dhe ajo që mbaj mend më shumë nga prania ime aty nuk ishte mesazhi që dhash, por ti dëgjoja ata teksa këndonin. A keni dëgjuar ndonjëherë 1000 pastor të këndojnë? O, Perëndi, është gjëja më e mrekullueshme që do të dëgjoni në jetën tuaj. Më kujtoi paksa ditën e parë kur shkova në Kishëzën kur isha student në seminarin e Dallasit dhe në atë kishës të vjetër prej guri me mure që kumbonin, u futa për herë të parë dhe i gjithë seminari i burrave u ngrit për të kënduar, fortesë e fuqishme është Zoti ynë. Ishte një përvojë e mrekullueshme. Pasi u ktheva në dhomën time atë natë, vendosja të kapja fluturimin e parë të nesërmen për në shtëpi që nisej në orën 7 të mëngjesit. Ndërsa isha gati për të shkuar në shtrat, fillova të llogarisja se sa herët duhet të ngrihesha për të kapur fluturimin. Sipas përllogëritjeve të mia, që do të thotë 2 orë më herët, kërkova që të më zgjonin në orën 2:30. Arrita në aeroport shumë shpejt dhe kur shkova te hyrja, zbulova se fluturimi im ishte shtyr me 1 orë, që më vonë u shty edhe me 1 orë tjetër. Ju e kuptoni se për çfarë kam fjalën. Prandaj me që do t'isha me 2 orë vonesë, kur u regjistrova e pyeta zonjushën të recepcionit nëse e dinte se çfarë po ndodhte me udhëtimin tim. Ajo më tha një stuhi po vjen rrotull mbi qytetin e Chicagos. Dëshiron ta shohësh? E pyeta çfarë do të thuash? Ajo më tha eja nga kjo ande do t'ju tregoj stuhinë në kompjuterin tim. Dhe unë kalova nga ana tjetër e recepcionit dhe në ekranin e kompjuterit të saj mund ta shihja stuhinë. Aty dukej Chicagoja e rrethuar e gjitha me një mas të kuqe. Dhe ajo mas e kuqe e kishte përpir Chicago në atë ekran. Dhe ne ishim mu në qendër të asaj stuhie. Stuhia ishte mbi Chicago dhe asnjë avion nuk mund të ulej dhe as mund të ngrihej në fluturim, gjithçka ishte pezulluar. Prandaj u ktheva dhe u ula në karrigen e rehatshme dhe fillova të punoja në kompjuter. Dhe në çastet në vazhdim, po shihja teksa stuhia që kisha parë në kompjuter po rrotulloi rreth qytetit të Chicagos. Pash një stuhi të tërbuar. Shiu përplasej nëpër xhamat e dritarëve, mund të shihje dritaret teksa lëviznin nga presioni i erës dhe i shiut. Dhe në atë çast pata një moment qartësie, një moment të vërtetë. Unë isha i rrethuar nga një stuhi. Në fakt, unë isha i ulur në qendër të asaj stuhie. Por isha ulur në një karrige të rehatshme, kisha një filxhan kafe në dorë dhe po punoja në kompjuter dhe isha shumë i sigurt aty në aeroport. Isha i strehuar në mes të asaj stuhie. Dhe mu kujtua ky psalm. O Perëndi, dëgjoj britmën time, dëgjoj me vëmendje lutjen time. Ndërsa zemra ime po shkrihet, më çon në shkëmbin që është më i lartë se unë, sepse ti ke qenë një streh për mua dhe një kështjellë e fortifikuar para armikut.
Unë do të banoj në çadrën tënde për gjithnjë. Do të kërkoj streh në hijen e krave të tu. Sepse ti ke qenë një streh për mua. Zoti Jezus Krisht, në rastet panumurta ka qenë një streh për mua në mes të stuhive personale, kur unë nuk e dija se çfarë do të ndodhte dhe stuhia duke i gati e papërballueshme. Thellë në vendin e qetë të zemrës sime, ku askush nuk mund të shohë përveç vetë Perëndis, kisha një paqe të heshtur, që ishte përtej kuptueshmërisë sime dhe nuk dukej e arsyeshme, sepse nuk ishte e tillë, ishte shumë e arsyeshme. Ishte paqja e Perëndis, që ja tejkalon çdo zgjuarsie. Dhe kjo është paqja që Perëndia do që ne të kemi. Kjo është dhurata e tij për ne, ai na e ka dhënë ne dhe e ka bërë atë një trashëgimi të kryqit. Dhe nëse ju e pranoni atë, së pari mund të keni paqe me Perëndin, por pasi të bëheni të krishterë, mund të keni paqen që vjen nga Perëndia dhe mbi të gjitha ju mund të mësoni se si të pranoni paqen e Perëndis dhe Perëndin e paqes që jeton në zemrën tuaj. Dhe do t'jeni më mirë. Dhe në këtë botë të çmendur që duket se po del jashtë kontrollit, ju do t'jeni e vetmja gjë qëndrueshme në gjithë lagjen tuaj. Dhe njerëzit do t'ju shohin dhe do të thonë çfarë problemi ka ai? A nuk i lexon ai lajmet, a nuk i dëgjon ai historitë? Po ne i dëgjojmë historitë, por ne kemi gjetur streh në Zotin Jezus Krisht. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Më lejoni ta them sërish. Perëndia ka për qëllim që jeta juaj e krishterë të jetë fantastike. Perëndia do që ju të kapërceni pengesat në jetën tuaj, të zbuloni rrugën dhe të vilni rezultatet e jetës që Krishti vdiq për t'ju siguruar. Një jetë e tillë fillon me besimin në Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, dhe vazhdon duke e njohur dhe i besuar fjalës së Tij. Prandaj nëse nuk e keni vendosur besimin në Krishtin dhe nuk keni rilindur përmes Tij, sot është dita kur ju mund ta bëni këtë. Hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse e keni marrë sot këtë hap besimi, ju lutem ndajeni vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo kish lokale, që të mund të rriteni në besimin tuaj të sapo gjetur. Zoti ju bekoft, ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin, dhe me zipres që takohemi sërish herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndis, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.